drugi nishlije za Bonave, šta je to što je urađeno. Pak ditë pasi mori pjesë në samitin e Tiranës, ku ul në tryezë me liderët e Europës dhe u prit nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, presidenti serb Aleksandar Vučić zgjodhi një tjetër sken për t'i dhënë një urdhër simbolik trajnerit të kombëtares serbe, Dragan Stojković, që ta mund Shqipërinë në ndeshjen e 7 qershorit, duke treguar se pas buzëqeshjeve diplomatike, rivaliteti vjetër jeton ende në fush. Në një tubim të partisë, Vučić falenderoi publikisht trajnerin e kombëtares serbe të futbollit Stojković për mbështetjen e tij të hapur politike. Por ajo që tërhoqi më shumë vëmendje ishte një deklaratë me tone të ashpra sportive, që në thelb mbante një ngarkesë politike. E pash pak më parë dhe tani e shoh që është këtu. Ju lutem duar trokitni fort trajnerin serb Dragan Stojković, një legjendë nishit, i cili nuk u fshes si shumë të tjerë dhe erdhi të jetë me ne këtu. Në qershor luani atje kundër Shqipërisë për t'i mposhtur ata, tha Vučić nga skena me një mesazh që i ngjante më shumë një urdhri se sa një urimi. Gjatë asaj kohe, Stojković i buzëqeshi dhe përtypi çamçakëz, ndërsa kamerat ishin të drejtuara nga ai. Deklarata e presidentit vjen pikërisht në prag të ndeshjes Shqipëri-Serbi, që do të zhvillohet më 7 qershor, një përballje gjithmonë e ndjeshme për shkak të historisë së tensionuar mes dy vendeve.